Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sot sërish për së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë historinë që kam bëritur në redaksin ton. Një histori që do t'ju shokoj të gjithve. Një fëmijë që lindi gjysmë njeri dhe gjysmë gjarpër, kjo histori normalisht që është shkruar nga një zonjë e cila ka dashur të ndaj këtë që ka dëgjuar. Dëgjoni mirë deri në fund historinë, të kuptoni tmerrin që ka ndodhur. Domethënë një nën që e dëgjon një fëmijë duke qarë në mbeturina, afrohet ta merr pranë vetes për t'i dhënë gjy dhe në moment vdes edhe kjo grua e cila ishte gjithënsi që kishte lindur fëmijë para 5 muajsh. Më pas, kur hapet mirë qeska, ajo që shikohet është e tmerrshme. Historia fillon kështu. Ishte një ditë e zakonshme, me diell të dobët edhe një erë të lehtë që përshkonte rrugët e Gostivarit. Një grua e re, e martuar dhe një nën për vetëm 5 muaj, po udhëtonte me autobusin së bashku me burrin e saj. Ata ishin një çift i zakonshëm, të lidhur nga dashuria dhe përkushtimi ndaj familjes së tyre, duke mos pasur asnjë ide se dita e tyre do të kthehej në një makth që do të ngelte në kujtesën e tyre përjetësisht. Autobusi duke hecur ndaloi në një pompë benzine për të blerë diçka të vogël. Gruaja po shikonte peizazhin jashtë dritares, duke menduar për fëmijën e saj të vogël që e priste në shtëpi. Por diçka e çuditshme tërhoqi vëmendjen e saj. Pranë një kontenjeri mbeturinash, ajo dëgjoi një zë të hollë, të dridhur, që qante si fëmijë. Fillimisht mendoi se mund të ishte fantazia e saj, ose ndonjë lojë e vogël nga një fëmijë i lagjes. Por zëri ishte i dhimbshëm dhe ishte i pashpjegueshëm fare. Gruaja ju afrua kontenjerit së bashku me burrin dhe disa pasagjerë të tjerë. Nga po vjen ai zë, që pyesnin këto, domethënë nga ku është ky zë që po qan ky fëmijë? Pyeti gruaja me zë të dridhur. Të gjithë ndjen një ftohtësi që ju përhap trupi. Pas pak sekondash, të gjithë filluan të kontrollojnë mbeturinat, edhe atë që gjetën i shokoi. Një fëmijë i vogël, i mbuluar me një qese plastike, ishte hedhur aty duke qarë pafajësisht. Gruaja e sapo lindur dhe gjithënse ndjeu menjëherë një lidhje të thellë instiktive. Ajo e mori fëmijën brenda në autobus, duke e mbështjellë me qese të zezë dhe duke e nxjerrë vetëm kokën që ai të ushqehej, me qumësht gjiri. Por pavarësisht përpjekjeve të saj, fëmia nuk ngopej kurrë. Ora kalonte. Një ndjesi e çuditshme dhe e tmerrshme filloi të përhapej në trupin e gruas. Ajo ndjeu lodhje të papritur dhe një dhimbje të fortë që po përparonte me shumë shpejtësi. Burrin e saj e pushtoi paniku, ndërsa pasagjerët e tjerë ishin të tronditur edhe të hutuar. Edhe pse përpiqeshin ta ndihmonin, gruaja ra e shtrirë në tokë. Pas rreth 1 ore, fryma e saj u shua krejtësisht. Kur hapën qesen për të parë fëmijën më mirë, ajo që pan ishte krejtësisht e tmerrshme.
Fëmia nuk ishte krejtësisht njeri. Trupi i tij kishte forma gjysmë gjarpër dhe gjysmë njeri. Lëkura e tij ishte e çuditshme, e ftohtë dhe fleksibël. Sytë të mëdhenj dhe të zgjatur shikonin me një instinkt të pazakontë, pothuajse krejtësisht të huaj. Zëri i tij i hollë që kishte qarë pa pushim tani kuptohej se nuk vinte nga një fëmijë normal, por nga krijesa e vogël e cila ishte një kombinim i tmerrshëm i njeriut edhe gjarpërit. Autobusi u mbush me panik, pasagerët u lëritën, u tundën në vend dhe disa përpiqeshin të iknin nga frika. Burrin e saj e kaploi tmerri i papërshkrueshëm. Ndërsa ata që ishin aty nuk mund ta besonin atë në fakt që po shihnin, do me thënë, fëmia ka qenë gjysmë trup njeri dhe gjysmë trup ka qenë gjarpër. Gruaja kishte vdekur duke u përpjekur të shpëtonte një krijesë që nuk ishte e kësaj bote. Çdo detaj i saj ngjarje mbetet në kujtesën e njerëzve. Pamja e qeseve të mbeturinave, zëri i hollë që qante, paniku i pasagerëve dhe momenti kur gruaja ra e shtrirë. Çdo veprim, çdo frym, çdo shikim ishte i ngarkuar me trishtim edhe me tmerr. Ngjarja u bë legjendë në të gjithë vendet, të gjithë që dëgjonin për të ndjenin një përzierje frike, habie dhe trishtimi. Secili mendonte se sa e paparashikueshme mund të jetë jeta dhe sa e brisht mund të jetë një nën që përpiqet të shpëtojë një fëmijë i cili realisht nuk i takon në asnjë mënyrë kësaj bote. Historia e gruas dhe krijesës gjysmë njeri, gjysmë gjarpër u transmetua si një rrëfim tronditës, një paralajmërim për tmerrin e mundshëm që fshihet në çdo cep të jetës së përditshme. Njerëzit filluan që të flasin atë kohë për autobusa që ndalojnë, për kontenierët e mbeturinave dhe për një grua që dha jetën për një krijesë të pamundur. Ata flasin për tmerrin që mund të shfaqet në çastet më të zakonshme dhe për fuqinë tragjike të dashurisë së një nëne. Në fakt, kjo është historia e cila ka mbritur në redaksin ton. Fillimisht njëherë mu duk e pabesueshme, por nga investigimet që bëra duke pyetur njerëz të cilët kanë dëgjuar gjëra të këtilla, rezultonte që të jetë e vërtetë. Do të thonë bëhet fjalë për një nën e cila ka qenë gjithdhënëse, do të thonë ka patur një lindje të mëhershme, bëhet fjalë me muaj lindja ka qenë, ka ndaluar me autobusin pranë një pompës të benzinës për të blerë diçka, kanë dëgjuar një zë nga një kontinjer, fëmijë që po qante, menjëherë instinktivisht kanë menduar që është një fëmijë hedhur në mbeturina, fenomene që kanë ndodhur në shoqërinë shqiptare, ku më pas dhënies së gjirit, fëmia ka qenë imbuluar me najlon të zi dhe me peshkir, nëna ka ndruar jetë. Dhe kur kanë ardhur normalisht mjekët e gjithçka kanë hapur fëmijën, kanë kuptuar që bëhet fjalë për një fëmijë jo normal si të gjithë të tjerët, por ka qenë domethënë gjysmë trup njeriu dhe gjysmë trup ka qenë gjarpër. Ne do të takohemi sërish së bashku, lërni komentin tuaj.